Falënderimi takon Allahu xhelle shanu, krijuesit të gjithësisë, paqja dhe mëshira e tij qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Falenderojmë Allahun e madhëruar, i cili na ka dalluar nga krijesat e tjera duke na dhuruar mendjen dhe logjikën. Falenderojmë Allahun e madhëruar, i cili na ka dalluar nga njerëzit e tjerë duke na dhuruar Islamin. Falenderojmë Allahun e madhëruar, i cili na ka dalluar prej atyre të cilët i thonë vetes jam musliman me gojë, por jeta atyre s'ka të bëjë me Islamin, duke na bërë nga ata të cilët atë që besojnë me zemër, deklarojnë me gojë dhe lutim Allahun të na bëjnë prej atyre të cilët e derdhin në vepra. Falenderojmë krijuesin e gjithësisë, i cili na mundsoi sot të jemi në listën e atyre të cilët vënë ballin në sejdë. Vëllezër të nderuar, të vesh ballin në sejdë është dhuntia e Allahut të madhëruar, jo zotësia jona. Dhe kjo është një ndër dhuntit më të mëdha që Allahu i ka dhuruar njeriu nga miliona e miliona dhunti të tjera. Një dhunti tjetër të cilën Allahu i madhëruar ja ka dhuruar posaçërisht atyre të cilët u drejtohet, ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, është besa që ata i kanë dhënë Allahut të madhëruar. Kur Allahu i madhëruar krijoi shpirtat tan, i pyeti: "Elestu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj?" Dhe ata i thanë: "Qalu bela." Po, ti je Zoti jon. Vëllezër të nderuar, që në momentin kur Allahut i kemi dhënë fjalën se ti je Zoti jon, i kemi dhënë besën se ne do të zbatojmë urdhrat që ai na ka zbrit, i kemi dhënë besën që do të mbrojmë atë që ai e ka quajtur të shenjtë, i kemi dhënë besën se do të luftojmë kundër çdo gjëje që cenon atë që ai e ka bërë të shenjtë. Të mbrosh atë që Allahu i madhëruar e ka shenjtëruar është obligim i çdo muslimani. Është obligim i çdo shpirti i cili i ka thënë Allahut të madhëruar, po ti je Zoti im. Është obligim i çdo shpirti i cili ka deklaruar se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut të madhëruar dhe se Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Është obligim i çdo njeriu i cili ka dy parë mend në kokë, e ato i vën në punë sipas zemrës së tij, sipas besimit të tij të drejtë në Allahun e madhëruar. Vëllezër të nderuar, kjo është një cilësi që e çon njeriu në drejt kënaqësisë së Allahut të madhëruar. Pra të jesh besnik, të japësh besën dhe ta mbash atë, është një cilësi e cila njeriu e çon drejt kënaqësisë së Allahut të madhëruar. Atë e bën të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Gjithashtu besa është shenja e dashurisë, respektit, besnikërisë dhe e sakrificës. Të jesh i besës do sakrificë, të jesh i besës do burrni, të jesh i besës do djers do mund. Nuk është e lehtë të jesh i besës. Nuk është e lehtë të marrësh parasysh kostot e kësaj dynja, se çfarë mund të pësosh nëse ti qëndron besnik fesa Allahut të madhëruar. E sot në këtë kohë ti qëndrosh besnik fesa Allahut të madhëruar, është tamam si ajo që thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, do të vijë një kohë që imani do të jetë më i vështirë se sa zjarri që mban robin në dorë. Pra jo çdo njeri mund ta marrë zjarrin në dorë, e jo çdo njeriu t'i bëhet nasib, i bëhet risk që të marrë imanin në zemër. Vëllezër të nderuar, ajo është pra besa është që njeriu të qëndrojë në fjalën e dhënë tek Allahu i madhëruar, ti përgjigjet të mirës me mirësi, e gjithashtu të ligës ti përgjigjet ashtu si i ka hije atij. Të mos i harroj ata që i ka zgjatur dorën dhe ti ndihmoj kur ata kanë nevojë. Të jesh i besës do të thotë që nëse dikush të ka ndihmuar kur keni qenë shok, e më pas edhe nëse jeni prish me njëri tjetrin dhe e dëgjon se ka nevojë, të vraposh, ta ndihmosh sepse ai ka nevojë. Të lësh në një anë mërin, të lësh në një anë zënkat që ke me të kësaj botë dhe të vraposh për ta ndihmuar sepse ashtu i shkon muslimanit, ashtu i ka hije muslimanit.
Të jesh i besës do të thotë të mos harrosh ata të cilët janë gëzuar kur je gëzuar ti e janë pikëlluar kur je pikëlluar ti. Të jesh i besës do të thotë të mos harrosh ata të cilët të kanë mëshiruar dhe të kanë të përkëdhelur kur ti ke qenë i vogël dhe ti mëshirosh e ti respektosh kur ata të plaken. Të jesh i besës do të thotë të mos harrosh asnjë të mirë e të harrosh çdo të keqe. Karakteristike e besimtarit është të këqijat që i kanë bërë ti harroj e të mirat që ai ka bërë ti harroj. Por të mirat që të tjerët i kanë bërë të mos i harroj kurrë, e të këqijat që të tjerët i kanë bërë ti harroj me një herë. Por të këqijat që ai ka bërë ndaj të tjerëve, asnjëherë mos i harroj. Të jesh i besës do të thotë ti japësh fjalën Allahut e ti qëndrosh asaj. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin famlart: kush i qëndron besnik besës që ka dhënë Allahut, Allahu do t'i jap atij shpërblim të madh. Nëse ne i kemi dhënë fjalën Allahut të madhëruar se do të besojmë dhe do të veprojmë sipas urdhrit tënd, atëherë në çdo rast të kësaj jete ne duhet ta sjellim në mendjen tonë se kemi për obligim të qëndrojmë drejt ashtu si duhet të rrim. Jo sipas interesit, jo sipas kohës, jo sipas anës së dikujt apo të dikujt tjetër. Nëse neve na cënohet familja, duhet që të gjithë së bashku një goje, të gjithë së bashku me një vepër, me çfarëdo që duhet, të qëndrojmë pranë familjes, ta mbrojmë atë. Po e luftojnë familjen, le ta luftojnë. Atë që Allahu do ta ngrej, ata nuk mund ta ulin. Atë që Allahu e ka bërë të shenjtë, ata nuk mund ta në përkëmbin, vetëm se mundohen kot. Sa e sa zullumqtar kanë ardhur në këtë botë për të shkatëruar ato të cilat Allahu i madhëruar i ka ngritur lart, e të gjithë janë varrosur në ndhe, e ato që Allahu i ka mbajtur lart janë akoma lart, sepse ata nuk ulen kur poshtë. Vëllezër të nderuar, pas besës që i tregojmë Allahut të madhëruar, pra fjalës që i kemi dhënë Allahut të madhëruar, duhet të kujtojmë se i kemi dhënë fjalën edhe pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe kur ne përmendim atë, me një herë pas tij përmendim dhe familjen e tij. Sepse aq shumë është e rëndësishme është familja, saqë pejgamberi alayhis salatu wassalam thot më i miri ndër ju është ai i cili sillet mirë me familjen e tij, dhe ndër ju ai që sillet më mirë me familjen e tij jam unë. Elhamdulillah, kemi familje e Zoti mos na lënë pa familje. Jam i shpresës që të kuptojnë ata të cilët ngriten dorën për të shkatruar këtë familje, një ditë të pendohen tek Zoti e ta rregullojnë këtë gabim. Është vërtet se lojrat politike për këtë dynja janë të mëdha, por dhe lojrat e Allahut në ditën e gjykimit nuk janë të vogla. Ata të cilët pretendojnë dhe tentojnë të ngrejnë kurtha nga më të ndryshmet në këtë botë për të shkatruar këtë fe të Zotit, për të shkatruar këtë familje, për të shkatruar natyrën e njerëzit, Allahu i madhëruar ngren kurtha për ta, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Allahu i madhëruar na tregon se thot: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." Ju ka ardhur një pejgamber nga mesi juaj. Vështirësia juaj e rëndon atë. Pra ato punë të cilat ne i bëjmë të këqija, rëndojnë mbi kurrizin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ai është i kujdesshëm për ju, i butë, mëshirëplot dhe i mëshirshëm pra ndaj besimtarëve. Në kohën kur ai ishte gjallë, njerëzit e dhunuan e çfarë nuk lanë pa i bërë. Por ai asnjëherë nuk mori hak për dëmet apo për dhunën fizike e personale që i bën. Sepse ai në synimin e tij nuk kishte veten e tij, por kishte mesazhin e Zotit. Kishte atë të cilën Allahu i madhëruar ja kishte obliguar për ta përhapur. Pra ai kishte dhënë besën Allahut të madhëruar që ai do të mbronte fenë e tij.
Do të mbronte atë që Allahu e kishte urdhëruar ta mbrojë, familjen, fenë dhe natyrshmërinë e njeriut. Duhet të përmbahemi pikërisht rrugës së tij, sunetit e pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe të qëndrojmë besnik, pa marrë parasysh se në çfarë situatash jemi. Vëllezër të nderuar, besa është gjithashtu besnikëri ndaj familjes tonë, respekt ndaj të moshuarve e dhëmshuri ndaj fëmijëve. Të jesh i dhimbshur ndaj fëmijëve nuk do të thotë ti përkthelesh ato, por ti edukosh ashtu si kërkon Allahu i madhëruar, ashtu si kërkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu si na do tradita shqiptare. Ne falenderojmë Zotin që neve si popull na ka bërë popull me karakter të mirë, me karakter të fortë, që e do familjen, e do besën në Zotin, e do çdo gjë që është e mirë. Prandaj, neve duhet t'i japim hakun kësaj besë që i kemi dhënë Allahut të madhëruar. Nganjëherë, të jesh besnik do të thotë të këshillosh apo edhe të qortosh atë që është gabim. Të gjesh momentin dhe mënyrën e duhur që ai ta pranojë këshillën apo edhe qortimin. Të jesh besnik nuk do të thotë të jesh agresiv apo ekstremist ndaj një gabimi që ka bërë vllai jot apo një person i familjes apo i afërm i joti. Por duhet të jesh i durueshëm dhe të gjesh mënyrën se si ta kurosh atë gabim apo atë sëmundje që ai ka në zemrën e tij. Vëllezër të nderuar, në këtë botë gënjeshtër, në këtë botë mashtruese, ku ndjenja e besnikërisë është paksuar dhe mosmirënjohja është bërë trend, për fat të keq e kemi shumë të vështirë që të jetojmë një jetë plot besnikëri, një jetë plot lumturi, por detyra jonë kryesore është që të mposhtim mosmirënjohjen e besnikërinë ashtu siç ka hije muslimanit ta ngrejmë prap atje ku ka qenë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, imani atij që i përmbahet amanetit është i plotësuar, ndërsa feja atij që tregon kujdes ndaj besës që ka dhënë është e përkryer. Allahu i madhëruar na bëth prej atyre të cilët i qëndrojnë besës që i kanë dhënë Zotit, i qëndrojnë besës që i kanë dhënë pejgamberit alayhis salatu wassalam, i qëndrojnë besës që i kanë dhënë familjes, i qëndrojnë besës që i kanë dhënë kombit, dhe Allahu e ringjall në ditën e gjykimit besnik, ashtu siç ka hije çdo muslimani, ashtu siç ka hije çdo njeriu me zemër të bardhë, me zemër të pastër e me besë tek Allahu i madhëruar.